Lumshi këmbët, falenderojmë Zotin që na mundson të vinë e të lutemi në këtë vend shenjtë, Baba Gjigje Sarakës, i cili ka qenë shqitor i madh i bektashizmit dhe i marrë njerëzimit, i cili buri dhe me dhe Jon Qesarak, po dhe në Bazali, ku solli dhe nga Qelbalaja për ta materializuar varrin e Bazaliut në Domor. Pra është ai që ka themeluar dhe peregrinazhin e Domorit. Dhe në këtë ditë shenjtë, ju që merrni pjesë, Zoti ju ndihmoft, Zoti ju mëson dëshirat, qofshi dritë dhe nga bekoft. Gjithashtu, tu marrin pjesë dhe 2 kryetarë bashkisë, të cilët dhe këta bashkë me ju kanë ardhur marrin urat për punë të mira, për vepra të mira, për të shërbyer njerëzimit. Pra ne kemi të zgjedhur. Unë me baban biseduam që bashkia do investojë në Teqe, sepse është monument kulture, dhe do ta bëjmë rrugën më të mirë, po do ta bëjmë edhe Teqen më të bukur, me ujë, me ndriçim, që të gjithë që kalojnë këtu ta ndjejnë që kjo është dora e Zotit, dora e ne bektashimve që besoj jemi më të mirët në Shqipëri. Pa i mbetur atri në njeriu. Në këtë ditë në bektashizmit dua ta falenderoj baban që është prezent këtu në këtë festë kaq tradicionale. Dhe themi që Zoti do t'i ndihmojë të gjithë njerëzit që besojnë tek bektashizmi, besojnë tek idetë e mira, dhe edhe falenderoj sinqerisht që e kemi sot këtu në zonë. Faleminderit. Si
She's not gonna buy